Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salavatet selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do t'i përmendim mallkimet në Kur'an dhe në Sunnet, shkaqe dhe mësime. Nuk ka dyshim se mallkime kemi shumë, kemi në Kur'an, po ashtu kemi edhe në hadithe që na ka tërheq vëmendjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos t'i bëjmë ato. Mirë po, njerëzit prap i bëjnë, edhe pse i marrin këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush arsyeton ato, mirë po, ai prap e bën. Çka do me thënë mallkim? Allahu i madhëruar e ka mallkuar, e ka larguar, dëbuar dhe e ka nxjerr nga mëshira e tij. Do me thënë mallkim nuk është lehtë. Se me të nxjerr Allahu azza wa jall prej mëshirës nuk ka më keq. Nëse Allahu azza wa jall të nxjerr prej mëshirës tij, atëherë çka kemi me bona? Kush ka me na marrë neve në mëshirë? Kush ka me na mëshiru neve? A mendove se shejtani, iblisi? Jo, vallahi jo. Për këtë arsye ne duhet me u largu e Allahu azza wa jall nuk ka dëshirë, do me thëmë i mallku robërit e tij. Mirë po, ti ka tregu kufit. Nëse ti e bësh këtë, je i mallkum. Si për shembull, i ka mallku pa besimtarët. Pse? Se ata, do me thënë, i kanë bërë shirk Allahut, e kanë mohu Allahun azza wa jall, kanë bërë mëkate, e mëkatari, do me thënë, është i mallkuar. Spari është ndaluar që të shprehet mallkimi. Do me thënë, lini telefonat njerë. Është ndaluar që të shprehet, do me thënë, mallkimi. Pse? Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ata që mallkojnë nuk janë dëshmitar në ditën e gjykimit. Më thënë, duhet me ju largu mallkimit. Është ndaluar që me mallku personin, si për shembull me emër. Hasani është i mallkuar, filani është i mallkuar. Është ndaluar, domethënë kështu. Pse? Përderisa nuk kemi argument. Kur kemi argument për diçka, atëherë edhe ne e mallkojmë. Mirë po përderisa nuk kemi argument, atëherë na mundom i thënë ai është mëkatar. Mirë po jo, Allahu e mallkoftat. Ai është mëkatar. Me emër do të thënë nuk bën, po ashtu me mallku mjetin e transportit. Për shembull, më përpara kam pas kuaj, kam pas deve, edhe tash nëse nuk ka ndëgju devja se kali e ka mallku. Po ashtu edhe sot kemi makina, nuk të punon mirë, e mallkon, mallkof qofte se në shabët i shka, edhe mundet edhe me zonë mallkimi Allahut azza wa jall, edhe ti do me thëmë mos me pas bereqet ato. Për pabesimtar, në përgjithësi, nuk është ndaluar mi mallku. Pse? Allahu azza wa jall i ka mallku, ela la'netullahi ala al-kafirin, ela la'netullahi ala al-zalimin. Mallkimi Allahu qoftë për pabesimtar, edhe mallkimi Allahu qoftë për zullumçart. Me thënë, në përgjithësi nuk ka ndalesë. Mirë po, mi veçu, mi thënë filani, atër nuk bën, do me thënë, me mallku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, thot Allahu i madhëruar i ka mallkuar jehudit edhe krishterët. I kanë marrë varezat e pejgamberëve të tyre për faltore. Do me thënë i kanë marrë për me adhuru, do me thënë si Zot, do me thënë ato varët e pejgamberve, edhe pse pejgamberët e Allahut nuk kanë pas dëshirë, do me thënë me bëni gjatë tillë. Mirë po, ata i kanë marrë edhe i kanë konsideru si faltore, edhe i kanë bo edhe shirk Allahut azza wa jalla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku, do me thënë që nuk ka ndalesë që ndalon, do me thënë një gjatë tillë. Përveç se nëse veçojmë filani, fisteku, filanja, atëherë do me thënë nuk bën me i mallku ashtu.
po ashtu nuk lejohet, nuk ndalohet, do me thënë, që me i mallku për shembull personat, për shembull ai që bën mëkat, sikur që i ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, nëse ka argument për diçka që i ka mallku pejgamberi alayhis salam, atëherë nuk ka ndalesë. Do të thënë, mundesh me mallku, mirë po besimtari duhet mallkimin me hek, me largu prej gjuhës tij. Tek ne shqiptarët, elhamdulillah, nuk e kemi këtë, mirë po tek arabët është shumë. Tek arabët është shumë, të mallkon ty edhe e mallkon ato, do me thonë, që të ka kriju. E kështu që mallkimin duhet me largu prej gjuhës. Allahu Azza wa Jall thot, pra mallkimi i Allahut qoftë kundër mizorëve, Hud 18. Pra më e preferuara është që me lën mallkimin. Me lën mallkimin edhe me lën, do me thonë, mos mi mallku personat. Cili është personi i parë apo krijesa e parë që është mallku? I pari që është mallku është Iblisi. Iblisi është, do me thënë, i pari që e ka mallku Allahu Azza wa Jall edhe e ka largu për rahmetit e tij. Allahu Azza wa Jall e ka largu për rahmetit, e kështu që Iblisi është, do me thënë, i pari ai i cili ka dalë për rahmetit e Allahut Azza wa Jall. Çka është dallimi mes Iblisit, shejtanit edhe gjinit? Çka është dallimi mes Iblisit, shejtanit edhe gjinit? Iblisi është si Ademi a.s. do thënë baba kryesori, do me thënë, është Iblisi. Si baba i njerëzimit që është Ademi a.s. po ashtu edhe Iblisi, do me thënë, është baba i gjinve. Kështu ka thënë edhe Sheikh Ibn Uthejmini rahimullah, Allahu e pasmëshiruar, ka thënë nuk ka dyshim se Iblisi është baba i gjindëve. Dhe argumenti është argumentu dhe ai krijoi gjindet nga flaka patym. Argumenti tjetër, do me thënë, ka thënë se unë jam më i mirë se ai. Do me thënë se Ademi a.s. E shejtani, ka thënë dietar se shejtani është i keq. Është i keq, do me thënë nuk mundet me pas shejtan besimtar. Mirë po gjin, mundet me pas shejtan gjin besimtar. E shejtan janë vetëm të këqij. Mundet më konë pa besimtar, mundet më konë, do me thënë, i keq. E gjinët ka prej tyre të mirë, ka prej tyre të këqij. Pse Allahu Azza wa Jall ka thënë, e midis nesh ka të mirë, po ka edhe që nuk janë të mirë. Jemi ndarë në dy grupe të ndryshme, do me thënë, dy grupe ka të mirë, ka të këqij. Ata të mirë quhen besimtar, ata të këqij, do me thënë, mundën më quaj, do me thënë, ka që janë edhe grupacione, ka jahudi, ka krishter, ka zjarputista, ka, do me thënë, qysh jemi ne, ashtu, do me thënë, janë edhe ata. Iblisi refuzoi urdhrin Allahut Azza wa Jall për t'i bërë sejdë Ademit a.s. Jo nga padituria, nuk o që s'ka pas njohuri Iblisi. Mirë po nga kryelartësia edhe xhelozia. Do me thonë, edhe ka qenë mendje madh, pse se ka thënë ana khairun min. Ka thënë unë jam më i mirë se ai. Do me thonë se Ademi a.s. E tash, do me thonë, nuk ka dash miras sejdë Ademit a.s. Pse? Po të ke fundit, Allahu Azza wa Jall ka dhënë urdhër. Allahu Azza wa Jall ka dhënë urdhër, ti vetëm do të me zbatu ato. Jo me pyet. Pse? Allahu nuk pyetet për kur gjë. Ne pyetemi, ne duhet me dhënë llogari te Allahu, jo Allahu me na dhënë neve llogari. E Allahu Azza wa Jall e ka mallku pse e kundërshtoi, domethënë, urdhrin e Allahut Azza wa Jall, edhe e ka justifiku veten e vet. E ka arsyetu veten e vet, ka thënë unë jam më i mirë se ai. Çfarë mësimi marrim prej kësaj? Kryelartësia është nga mëkatet më shkatruese.
Kemi mëkate, kemi gjunahe, mirë po prej më shkatruese do më thënë o krye lartësia. Pse? Ai jo që Allahut po do mi bo sejdë, po as me ty nuk rinë mirë. Pse? Se e man veten mendje madhë. E man veten e vetë mendje madhë, do më thënë, veç unë jam kështu, unë jam ashtu, unë kështu, e kështu që, kjo është do më thënë, një mëkat që e shkatran do më thënë, personin. Edhe një adhurues, edhe një ibadetçi, një adhurues mund të shkatrohet nëse refuzon urdhrin e Allahut. Pse as kemi na sot besimtar për shembull thot, valla, po çto s'po m'pëlqen. Jo, Allah jam ty çka të pëlqen prej fesë. Mirë, po çka të ka thënë Allahu Azza wa Jall u kry puna. Çka të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kry puna. Nuk ka nevojë me diskutu. Një shembull në jetën e pejgamberit alayhis salam. Me siguri keni ndëgju për Gjulejbibin. Gjulejbibi ka qenë një djalosh që s'ka pas pesh hiç. Edhe i bukur nuk u kon hiç. Do të thonë, një banor që aty i thjesht, s'ka pas vlerë hiç. Edhe pejgamberi alayhis salam i thotë, o Gjulejbib, pse nuk martohesh? Ja, Rasulullah, thot, a ka Gjulejbibit kush i jep në femër? A ka vajzë që i jep dikush Gjulejbibit? Thot, shko te filani edhe thuj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po të bon selam. Mja dhën vajzën Gjulejbibit. E nona vet kur e ndëgjon baba vet thot, Gjulejbibit me thon vajzë, a i për Gjulejbibit vajza? Vajza e besimtare ndëgjon. Thot, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë po. Ka thonë, vallahi unë du mu martu. Pse? Pejgamberi alaihi salam nuk ma don të keqen. Edhe është martu me to. Edhe pejgamberi alaihi salam luftën e Uhudit, po mdokët ka vdek Gjulejbibi. Kur ka fillu pejgamberi alaihi salam ka thonë sahabe, ka thonë, këqyrni kush po na mungon prej sahabeve, këqyrni Gjulejbibin ku e kam. Kur e shën atje do me thonë, ka ra shahid. E kështu që sahabia që është besimtare, me thënë, mini herë ka ndëgju urdhën e pejgamberit alayhis salam. E ne sot, ja, se sunet është. Ka thonë pejgamberi alayhis salam. Po ka thonë pejgamberi alayhis salam, mirë, po kjo është për dikon. Nuk ka thonë për të vdekurit. Nuk ka thonë për të vdekurit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë për gjallë, do me thënë duhet, më mundu që me punu ato që ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ka kërku Allahu Azza wa Jall. Nëse ka thënë pejgamberi alayhis salam u kry punë. Nuk ka nevojë me filozofu, nuk ka nevojë me lodh veten tënde. Kjo do të thënë, i pari ka qenë Iblisi që ka qenë i mallkuar. I dyti është Ebu Lehebi. Ebu Lehebi ishte xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte armiku i tij i madh, tallej. U talte do më thëmë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thirrjen islame dhe ndihmon të aktivisht në shtypjen e muslimanëve. I ka ndihmu, jo që veç u tallë, mirë po dhe i ka përkra, i ka ndihmu, do më thënë ata që për me shtyp, do më thënë musliman. Në Kur'an është përmend. Jo çdo sen që është përmend Kur'an, edhe është do me thënë mirë. Jo çdo sen. Pse Firauni është përmend? Wallahi Firauni është përmend më shumë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Kur'an. Firauni është përmend më shumë se Muhamedi alaihi salam. Ose se ndaj pejgamber tjetër, mirë po s'do me thënë që është më i mirë. Po e ka pru Allahu Azza wa Jall si shembull të keq, si mohues. Po ashtu e ka pru edhe Ebu Lehebin. Çka ka thënë Allahu Azza wa Jall? Ju thashin duart e Ebu Lehebit dhe u thaft në gjithë çka. Ju thashin duart të betja dhe Ebi Lehebin vëtëb. Kush ishte Ebu Lehebi? Ebu Lehebi, baba i flakës. Ishte nofka e Abdul Uzza, biri Abdul Muttalibit. Dhe me thënë pra xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur u po kryetari i fisit Hashimive, do me thënë pas vdekjes e Abu Talibit, se edhe Abu Talibi nuk ka vdekë si musliman.
Tash njerëzit mundohen sufit për shembull me thonë, jo ka vdeksi musliman një ashtu, jo kështu. Shumë qartë na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Ebu Talibin. Ka thënë dënimin më të lehtë ka me pas xhenem. Çka është ajo? Gacat mi pas nër kam e truni me të vlu. Kjo është domethënë dënimi më i lehtë. Para mendo çfarë dënime tjera ka në xhenem. Për ata që i thënë urdhrat e Allahut azza wa jall. Mas vdekjes e Ebu Talibit, domethënë postin e mori domethënë Ebu Lehebi. Ai vazhdimisht vazhdoi domethënë me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka luftu domethënë derisa Allahu azza wa jalla ka zbrit një sure edhe e mallkoi. Pse e mallkoi? Sepse kundërshtoi të vërtetën, edhe pse njihte e luftoi Islamin publikisht. Domethënë e kundërshtoi të vërtetën, e vërteta ka qenë Islami. Edhe njihte domethënë Islamin, domethënë se është e vërtetë, mirë po ai e kundërshtoi prap publikisht. Çka marrim mësim për kësaj? Marrim mësim se lidhjet familjare nuk shpëtojnë pa iman. Domethënë ani pse ki babën hoxh, ani pse ki djalin hafiz, ose babën hafiz, ose nonën hafiz, ose dajen, nuk janë çështje të ahiretit, nuk janë sikur dynjas. Këtu për shembull e ki dajen komandant, mundesh me fshtu, ndoshta nuk fshtohesh krejt, po hajde një 5 vjet pja hekim për burgit, ose pja një dënim më të vogël pja qesëm se hatri dajes. Jo, atje s'ka hatri dajes. Lidhjet familjare nuk shpëtojnë pa iman. Nëse nuk ka iman, fshije prej fjalorit që ka për këtë njeri xhennet. Fshije prej fjalorit, fshije. S'ka në fjalor, domethënë nuk ekziston. Edhe pa vepra, e vetëm imani, mirë po edhe vepra të mira do të me pas. Me thënë, iman me vepra të mira. Iman me vepra të këqija, do me thënë e fiton xhenemin. Deri kur donë Allahu azza wa jall. Pastrohesh tani dalish. Nëse ki iman edhe vepra të këqija, mirë po, nëse ki iman edhe vepra të mira, inshallah na shpresojmë që ky person me qenë prej banorëve të xhenetit, se krejt punti ka do me thonë të mira që e meriton xhenetin Allahut azza wa jall. Mos mu mbur me familje me thonë, unë djali kujt jam, unë babën kona kom pasë se në anë tek ne. Jo. Pejgamberi alayhis salam i ka thënë Fatimës radhiyallahu anha, oj Fatime, shpëtoje veten tënde nga zjarmi i xhenemit, se te Allahu nuk ndërmjetësoj kur gjë, nuk muj. Kur pejgamberi alayhis salam i ka thënë Fatimës, atëherë kush je ti edhe unë? Çka mundem unë mi bë djalit tëm ose djali jam, çka mundet me bë mua ose dajes tëm ose daja jam, çka mundet me bë mua te Allahu azza wa jall, kur gjë hiç. E treta është jo besimtar që vdesin në kufër. Jo besimtar, se nuk mundesh me thonë tash që ky prej jo besimtarëve është Allahu e mallkof. Pse? Po ndoshta ky udhëzohet. Mirë, po ti mundesh me thonë tash për tash Allahu e mallkof. Ma vonë, Allahu alem, ndoshta udhëzohet edhe bëhet prej banorëve të xhenetit. E kështu që ata që vdesin në kufër, jo besimtar që vdesin në kufër, më thënë, ata i ka mallku Allahu azza wa jall. Ela la'natullahi ala al-kafirin, ela la'natullahi ala al-zalimin. Mallkimi Allahu qof mbi jo besimtart, mallkimi Allahu qof mbi zullumqart. Më thënë, se ai mini anë është edhe jo besimtar, se e ka mohu Allahun azza wa jall, po ashtu edhe e ka bo zullum. Prej mësime, do me thonë që marrim prej kësaj, është se dera e pendimit është e hapur. Dera e pendimit është e hapur. Me thonë, na mundo me bo gabime. Tash në varet edhe prej personit. Dikush ban një gabim më të madh, do shta dikujt i do këtë gabimi shumë i madh. Sahabe për shembull kanë thonë, ju një mëkat që po e bani sot, në kohën e pejgamberit alayhis salam e kemi konsideruar prej shkatruesve. Pse? Zatën edhe dietar kanë thonë, edhe sahabët, çfarë kanë thonë? Kanë thonë besimtari
besimtari mëkatin e shes sikur kodra mi u hyp për mi kry, sikur kodra mu kon për mi kry. Mirë po munafiku hipokriti mëkatin e shes sikur se miza mi u nal në hundëve, vetëm me dorë, dhe më thënë me largu. Mirë po, elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall e ka lanë derën e pendimit hapur. Dhe më thënë, njeriu kur t'i vje vetdia, kur vetdisohet, mirë është mu pendu të Allahu Azza wa Jall, edhe mos me ndëgju, dhe më thënë, shejtani me thënë se ti 100.000 zeza i ki bo, tash po dush mu pendu, jo, tash ko mu pendu. Edhe nuk e vënoj pendimin hiq. E katërta është hipokritët, munafikët. Çfarë janë? Ata deklarojnë besimin me gojë, por zemra e tyre mohon. Ata thojnë la ilaha illallah, mirë po me zemra ata nuk pranojnë hiç. Zemrën kërka nuk janë me zemër. A me gjuhë? Do me thonë ata janë ma besimtarë se ti. Ta merr mendja kur ti ndëgjon fjalët e tyre, unë e muslimana jo. Kur t'ja nis do me thënë ai me fol, a me zemrën, me vëmë ja këqyr zemrën, thu Allah, s'po di çfarë fjalë, qysh po mundën mi nxjerr këto fjalë, dëmtojnë islamin nga brenda. Për këtë arsye, nëse don islamin me prish, atëherë veç futi munafik të brenda, ai islami prishet. Pse? Se bon përçamja i brenda, bon telashe, edhe këta prej jashtë do me thënë e këqyrin. Allahu na ruaj prej munafikëve. Pse janë të rrezikshëm munafikët? Gënjejnë Allahun dhe njerëzit për hapin dyshim dhe për çarrje. Më thënë gënjejnë Allahun. A kanë shku te pejgamberi alayhis salam ka thënë, na dëshmojmë se ti je pejgamber. Jo, Zoti po dëshmon. Kush jeni ju? Munafika. Kush jeni ju? Kërkush jeni? Allahu azza wa jalla, Allahu yashhadu innahum lakadhibun. Allahu po dëshmon për ata sa ata janë gënjeshtar rëndësana. Pse i ka mallku Allahu Azza wa Jall? Sepse ata mashtrojnë me çdhim dhe vetdije. Ela la'natullah ala adh-dhalimin. Mallkimi Allahu qoftë për zullumçart. Çfarë mësimi marrim këtu? Marrim do me thonë se sinceriteti është tydha e besimi. Do me thonë, pa sinceritet s'ka besim. S'mun është me thonë, valla, unë e po besoj. Ja, nëse jeti i sinqert, ti beson. I sinqerti beson Allahun Azza wa Jalla. Pesta, vrasësi një besimtari, pa të drejt. Do me thonë, kur themi pa të drejt, do me thonë që ka edhe vrasje me të drejt. Mirë pa të vrasjen e bon shteti, jo ti. Jo më që tash do kush ma ka mytë babën po që unë allon për mysë. Jo, ata e bon shteti. Ka regula, ka procedur. Do me thonë, kur të vjen koha, do me thonë shteti mirët me to. Jo ti mu qua dhe unë mu qua dhe ajme ka për reje sene, po ti ki rejë që ta shka përdush. Jo, ka regull. Do me thonë, me të drejt, mirë po, janë ligjet. Pse do me thonë, ka qiran do me thonë, me i vra... me vra një besimtar. Pse me vra një besimtar? Do me thënë kaq, do me thënë koka e vështirë, se jeta njeriut është e shejt. Nuk ban me vra. Kush je ti që për e vrajsh? A din që për sheve të kiametit, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, njeri ka me myt njerin edhe s'ka me ditë pse. Arsyja pse me vra. Ditën e gjykimit ka me thonë, ja Rab, pyte pse më ka vra. Pyte ja Rab, në tje përgjigje pse më ka vra, do me thonë kur gjo si kom bo. A din sa njeri është, sa njeri vritet pa faj, pa kur gjo hiq, pa pikën e fajit. Sa njeri do me thonë, edhe në tokat arabe ka shku, edhe e kanë ekzekutu, shteti ka ekzekutu, pse? Ka shku karet për to, ka thënë ky e ka bo këto, a e s'ka pas dëshmitar, do me thënë ky ka bo dëshmitar të reshëm, edhe e kanë myt njerin. Ka bo vakiqi edhe në momentin e ekzekutimit, ka dal njeri edhe ka dëshmu, ka thënë, unë e kom bo, leni njerin ratë, pse? Ndërgjegja nuk e ka lënë, s'ka mujt mo me duru. E këta, Allahu Azza wa Jall i ka mallku.
Allahu azza wa jall po thot innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim. Lajmëroj ata që mohojnë shpadhjet e Allahut. S'po beson Kur'an, s'po beson Injil, s'po beson Tevrat. Me thënë shpadhje që kanë zbrit nga ana Allahut azza wa jall, s'po besojnë. Leçi s'po besojnë, edhe vrasin profetët, vrasin pejgambert. As i kanë prej jahudit, Zekerian, Jahjen ja kanë hek kryt, Zekerian e kanë prej me shar, Ibrahimin a.s. deshtën me gjujtën zjarëm. Me thënë, kanë mbyt pejgambert Allahut, dhe vrasin edhe ata që urdhërojnë të veprohet me drejtësi, për dënimin e dhëmshëm që i pret. Dhe me thënë, lajmëroj, në fillim të ajetit, lajmëroj dhe me thënë, për dënimin e dhëmshëm që për i pret. Kon, që ata do me thonë që i vrajnë njerëzit edhe pejgamber të Allahut azza wa jall, edhe ata që nuk i besojnë do me thonë ajeteve të Allahut azza wa jall. Mësimi që e marim do me thonë për kësaj është Islami mbron jetën mbi gjithë shka tjetër. Jeta e njeriut është e sigurt, nuk bën. Ti mund është me mytë, mirë po ki përgjithësi, ki me dhonë përgjithësi të Allahu azza wa jall, mirë po ta kesh parasysh se nuk kime shpëtu, ndoshta këtu shpëton me dredhinat ndryshme, mirë po të Allahu azza wa jall nuk ka mundësi. Ata vranë pejgamber të Allahut azza wa jall dhe shkelën besën. Disa nga Beni Israilet i vranë edhe i mohuan pejgamber të Allahut azza wa jall. Kanë mohu, nuk i kanë pranu. A deshte me mbyt Isën a.s. Mirë po, Allahu azza wa jall e ka mbrojt, vranë pejgamber të Allahut azza wa jall, edhe ndryshun fen, ligjet Allahut azza wa jall ndryshun. E shtata, ata që fshehin të vërtetën fetare, edhe ata do me thonë i ka mallku dietarët. Nëse më shefin diturin e tyre, ata do me thënë janë të mallkum. Ata janë të mallkum. Dituria duhet mu përhap. Dituria duhet mu përhap, duhet me tregu, zanati duhet mu përhap, leximi. Do me thënë, çka është dituri e dobishme duhet mu përhap. Dituri jo e dobishme, ajo duhet mu zhduk. Mirë, pa ajo që është e dobishme, ajo duhet mu përhap. Sidomos nëse dëshirojmë do me thënë që edhe pas vdekjes tonë me pas se vap njeriu. Pejgamberi a.s. ka thënë idha mat ibn Adam inqata amalu illa min thalath, kur të vdesi biri Ademit, të gjithë punët i ndërpritën përveç se 3 punëve. E njëna prej tyre është dituria e dobishme, do me thënë që kanë dobi njerëzit. Nëse dëshiron me pas, do me thënë shpërblim të Allahu azza wa jall edhe pas vdekjes, atëherë duhet me përhap diturin. Çfarë mësimi marrim për kësaj? Dia është amanet. Fshehja saj është tradhti. Do me thonë nëse ti nuk e çon amanetin në vend, do me thonë ti po e tradhton. E na nuk bomi tradhtar, mirë po e çojmë amanetin në vend edhe përhapim diturin e dobishme që Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë të kënaqur. E tjetra, e teta është ata që merren me kamat, riba. Pse është, do me thënë, ka që uryer, do me thënë, kjo vepër, pse i ka mallku Allahu azza wa jall, sepse shkatron drejtësinë, ekonominë, shton varfrinë. Këtyre, do me thënë, njerëz të cilët kanë kamat, të cilët punojnë me kamat me fajde, këtyre, do me thënë, ata krejt janë rob të bankave, janë rob të njerëzve. Do me thënë, kur gjë nuk ka. Si njëri tha, valla tha, pe thot një hoxhës, tha hoxhë, valla tha, njerëz mendojnë se ka si në pasuria është e jeme, por kur gjë nuk është e jemja. Kretë është e bankës. Do me thonë, unë jam punëtor i bankës, deri kur ta paguaj. Po me mos me ujtë me pagu, vjen banka dhe ta fshin. Çfarë pasaniki e ti? E kështu që shkatron drejtsin, edhe ekonomin ta shkatron. Varfrin e shton. Edhe shumë persona janë të mallkuar, do me thonë, këtë drejtim. Do me thonë, ai që jep,
edhe ai që reklamon, edhe ai që nënshkruan, edhe ata që dëshmojnë se duhet dëshmitar me pas. Që vllazni, për me bë gjuna në herë duhet edhe dëshmitar. Nuk bën çdo kush me hin aty. Mu për shembull s'm pranojnë, thënë bëhemi dëshmitar. Bëhemi dëshmitar, po mu kret po më njojnë be, ose një filan hoxha për shembull. Ata kret pe njojnë be, bota pe një, jo thot biri 2 dëshmitar. Pse? Edhe jo veç ti me hin gjuna, po edhe tjerët me hin. Do me thënë, ai që po ta reklamon, ai që po të kesh aty kur po shkon kontratën me nënshkru, edhe ata dëshmitar që po vinë po për me dëshmu, do me thënë, po hin hipotek, edhe ata do me thënë janë të mallkum gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë mësimi marrim prej kësaj? Marrim se fitimi nuk justifikon haramin. Nuk mund është ti me argumentu me thonë, valla unë me haram. Atër do me thonë, ape argumenton ti me këto? Po. Edhe ai argumenton me drogën, thot valla edhe unë me drogë, po mirë. Na ai tjetri me hajni, ky tjetri me kurvallëk, ai tjetri do me thonë që me diqysh po e bëjmë do me thonë punën halal, nuk bën ashtu. E nënta është dëshkimi i krijimit të ndryshimit të krijimit të Allahut azza wa jall. Ata do me thonë që ndryshojnë krijimin e Allahut. Allahu azza wa jall ty të ka kriju normal, kështu ti qosh edhe i bësh 2 brina këtu. Ose shkosh, do me thonë, e shpojsh hundën edhe ndrojsh. Pse? Po kjo shejtani, o vlla, shejtani ka thënë, kam ja ndru krijimin. Wala ughayyiranna khalqa Allah, ka thënë kam ja ndryshu krijimin e Allahut. Allahut ka kriju pa brina ti po bosh me brina. Allahut ka kriju me 2 kom po hecësh ti po dush si qen me hec. Allahut ka kriju pa tatuazh ti po çosh po dush mu bë Rambo dhe mu bë me tatuazh. Po çfarë burnie ka tatuazha? E këta i ka mallku Allahu azza wa jall. Mësimi që mirë për kësaj është bukuria e vërtet është bindja ndaj Allahut. Kjo është bukuri. Mundet njëri mos me pas edhe hiç bukuri. Hiç mos me pas bukuri. Mirë po imani në nshtrimin ndaj Allahut azza wa jall ja çet një nur në fytyrën e tij. Ja zbret një dritë në fytyrën e tij, edhe ai njeri që ashtu zbukurohet. Ma hiç nuk është i bukur kështu, ha? Me vë me këqyrën pasqyrë edhe njerë tutësh. Mirë po, Allahu azza wa jall imanin që e ka, ja zbukuron, do me thonë, ja zbukuron fytyrën e tij, edhe 10 e fundit është ata që i bëjnë varet vende adhurimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhezër i ka mallku vizituesit e varezave dhe ata që i marrin ato për faltore dhe shejtërore. E kështu që nuk bën me i marr varezat për faltore. Dikush thot qysh ba pi marrin, vallahi pi marrin. Po shkojnë edhe pi lutën varezave. Dhe sidomos që në Egjipt, të vari Husejnit, po shkojnë edhe po lypin e vlad, dikush po lyp shërim, dikush po lyp me kalu provime, dikush po lyp bereqet e kështu me radhë. Kishte shku një grua e Saudis, mu shëru atje në Egjipt, më bë operacion në spital, edhe tash dikush i kishtan ato e non, ka thënë, po pse nuk shkon ti, ka thënë të vari Husejnit, aty, me shku të vari Husejnit, edhe me kërku shërim prej ti. Ka thënë unë gjyshin e Husejnit e kam aty afër, s'po shkoj, ka me shku të nipi. Dhe gjyshit pejgamberin e kam afër aty në Medinë, s'po shkoj, ka me shku të nipi. Po ku krahasohet? Ne e dojmë Husejnin, vallahi e dojmë edhe më shumë se ata që pretendojnë. Mirë po, na nuk i të i kalojmë kufit, na nuk i bëjmë shirk Allahut azza wa jall. Na e lusim Allahun azza wa jall edhe për ato, e lusim Allahun azza wa jall që ta mëshiroj edhe ta gradoj me xhenetet. Çfarë mësimi marrim prej kësaj? Adhurimi i takon vetëm Allahut, pa ndërmjetësues. Nuk ka nevojë me pas ndërmjetësues. Mes te edhe Allahut azza wa jall, jo. Allahu azza wa jall të pret. Çdo moment, çfarë të lashe, çfarë problemi ki, lutë Allahun azza wa jall, Allahu ti pranon lutjet e tua. Në fund e lutim Allahun e madhëruar që të na mundsoj të adhurojmë ashtu siç duhet, të na largoj nga çdo e keqe dhe të na udhëzoj dhe të na forcoj në rrugën e tij të drejtë.
derisa ta takojmë Allahun Azza wa Jall. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.